por kam thënë, është siguri kombëtare e Portit Durrësit 1 është edhe pjesë e NATO, sepse aty përsupozohesh të bëhesh porti për NATO. Dhe nga 82.000 hektar që është, ajo është vetëm 32.000 hektar. Kështu që edhe në hektar ata e kanë zvogëluar. Dhe pranë edhe gjithë aferat që janë për Port Durrësit janë aferat të cilat do t'i hajnë kokën çdo njeriu aty që është i përfshirë në portin e Durrësit. Ashtu siç ndodhi dhe me aeroportin e Vlorës, ku ju deklarova atëherë që thash që nuk është konflikt ndërmjet dy persona, por është konflikt i cili duhet transferuar diku tjetër, sepse duhet futeshin patjetër oligarkët rusë për të marrë aeroportin e Vlorës. Ishte falëndërirjes Amerikës në mënyrën e saj që u blloku dhe nuk u bë ai transferim. Nuk e dëgjoni më besoj aeroportin e Vlorës. Apo tunelin e Llogaras për cilët gjithë bërtasin dhe çuditërisht opozita nuk ka ngritur një herë zërin dhe thotë ai tunel duhet bllokuar jo vetëm për aferën që është bërë, por sepse nuk ka certifikat sigurie dhe nga aty kalojnë të gjithë njerëzit. Dhe është nesër kur ai tunel të shëmbet, sepse nuk ka kolaudim ai tunel, ai nuk ka certifikat sigurie. Nesër kur shëmbet kush do marrë përgjegjësi për jetën e humbur njerëzit. Zoti i rujt shqiptarët mos ndodh asgjë, por ai është një nga tunelet më të rrezikshme që mund të ketë Shqipëria. Zoti Merkoçi, si e komentoni skandalin e fundit të Akshit, përfshir këtu edhe rastin e Ergys Argasit, i cili tashmë është në kërkim nga Spaku dhe ku kanë dalë afera të tjera për shantazhe, rrëmbime, biznesmenësh dhe ky fundit i kishte filmuar të gjithë zyrtarët e Ramës, qofshin ministra, qofshin drejtor, por edhe deputet që shkonin e takonin në zyrat e tij në blok. Dëgjoj, unë prapë ngul këmbë tek pjesa e asaj që është Rama që komandon. Është Rama i cili i jep gjithë direktivat dhe unë pranaj e kam qytë mafia në shtet. Dhe këtu dalim tash tek ajo mafia shtet që unë ju them. Për ne dhe kur ti lën në dorë sigurinë kombëtare, pra kur ty të ka ikë siguria kombëtare, Akshi është siguri kombëtare, sepse aty janë të gjithë dhënat, të gjithë materialet. Aty bëhen të gjitha. Domethënë, edhe kur këta luajtën në atë kohë, luajtën rolin që thanë na sulmun iranian, ti thash kjo është lojë, sepse ata donin që në momentin që donin ata të kalonin persona apo të futishin persona në Shqipëri të pa identifikuar, dhe një nga persona që është futur në atë kohë në Shqipëri i pa identifikuar është kryemafiozi italian, që sot është dërzu drejtësisë italiane dhe prokurori i Italisë i Puljas e ka deklaruar dhe ka thënë që ai ishte në Shqipëri, nuk u deklaruar, nuk dihet kush e ka shoqëruar dhe ai është personi që është marrë në Itali me ndërtime, me tunele, me ura, me këtë, me atë dhe është për pastrim para. Dhe këta nuk e kanë deklaruar fare. Dhe pikërisht këtu kemi të bëjmë me siguri kombëtare të Amerikës. Unë jo më poti kam thënë që Rama ka prek sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të Amerikës. Sepse jemi vendi i NATO-s dhe gjithë informacionet që merren dhe jepen dhe bëhen në këtë lloj forme. Dhe ai loja me iranianët ishte loja për të bërë ato tendrat, për të marrë ato tendrat, për të marrë ato shumat e parave dhe për të shit edhe informacione, se këta i kanë shit vetë informacione. Nuk ka këtu se çfarë thonë këta. Këta domethënë bëjnë vetëm propagandën, e kupton, dhe i mbushin njerëzit me propagandë. Dhe kjo është ajo që duhet ta kapësh, si më thon, drejt nga brirë. Nëse kap nga brirë, pastaj e mund. Po pa e kape nga bishti nuk e për ta mundur kur. Dhe këta e kanë kap nga bishti. Opozita kërkon ta kapi drejt nga bishti dhe nuk e kanë ngritur një herë zërin, pikërisht për këto. Thash, unë nuk e kam një gjuna një herë që si është e mundur që presidenti i Republikës nuk prononcohet për asgjë. Absolutisht asgjë. Kanë ndodhur gjithë të skandale, keni pa në deklaratë presidentit të Republikës, absolutisht. Po si është e mundur? Si është e mundur që ndodhin ato skena në parlament? Për çfarë ndodhin ato skena në parlament? Pse duhet ndodhin ato skena? Kush është arsyeja? Kush është motivi? Për atë që ti e ke firmos vetë, pastaj ngrehesh dhe kundërshton atë. Zotëri, jemi në një moment ku Shqipëria është zbuluar dhe çuditërisht individ të veçantë komandokan institucione. Komandon Shikun, komandon
këtë komandon, kush do marri këtë tenderin këtu, ky atje. Po mirë, ky njeri, kush e ka dhënë mandatin? Mandatin e ka dhënë kryetari. Kryetari i mafjas që është Edi Rama. S'ka njeri tjetër. Se s'të jep do të njeri tjetër këtë lloj mandati, këtë lloj force. Nëse ti nuk ke një mandat, nuk e bën dot. Dhe nëse ka bërë incizimin, ka bërë pikërisht për këtë, për treguar që ka qenë ky është, nesër për t'i kap të gjithë. Dhe Rama, unë ju kam thënë, në të gjithë luftën që po bën sot për të mos votuar pro heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut është pikërisht këto lloj dosjesh. Unë i kam qenë dosje. Do t'ju tregoj dosjet aferat e tyre. Aferat e tyre që kanë bërë deputetët, se kur doli Bushka, që ishte kryetari i Komisionit Ligjit, po kur të ka dalë Ulci Manja, e kur të kanë dalë tjetri atje, patjetër. Dhe kjo është siguria e Akshit. Dhe në këtë lloj nuk merrem unë me biseda se çai tha Belinda këtij apo i tha atij, i the këtij apo me ato merret spaku me ato, s'merrem unë. Unë merrem me pjesën politike. Unë dua ta godas politikisht. Mos më intereson a ka vjedh 5 apo ka vjedh 10. Për mua është hajdute dhe pik maroj. Për mua Rama është kryetari i mafjes dhe ka ndërtuar mafia në shtet dhe unë i qëndroj besnik kësaj. Mua nuk më intereson pastaj pjesa tjetër. Pjesa tjetër është organi i drejtësisë, po nuk mund të deklaroj në mes mitingut e them unë ty që drejtësia nuk e heq dot Rama. Në spaku se hiq ka dot Rama. E heqi çka me të. Dhe pse është në detyrë. Mënyrën se si do e heqin e din ata. Por, ama, unë në këtë moment, unë presja që opozita duhet ishte e tëra në përkrajet SPAK. E patëm mbledhjen që bën për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, të 5 deputetët e opozitës, duhet të ngrinin dorën në atë mbledhje dhe të thoshin po, ne jemi ata që kemi kërkuar, ne jemi ata që kemi thënë që kjo është Lupi Balluku që ka bërë këtë, ne nuk kemi nevojë për asnjë dokument se ne e kuptojmë shumë mirë se çfarë është dhe ne jemi pro heqjes imunitetit. 5 çka tjetër le ta deklarojnë. Dhe aty ishte loja politike. Po jetë bësh pazarti, prit se na duhen 5 ditë. Për çfarë duhen 5 ditë atyre? Ma thuaj për çfarë duheshin 5 ditët e opozitës që i kërkon? Çfarë do shohë opozita? Apo të marrë materiale e dalë konferenca shtypi? Për këtë që të majt populli me të ngrohta, që të fillojmë të kemi material për me dalë konferencë shtypi. Po të ishin një opozit politike, që të ishin politikan, në atë moment ata deklaronin, po, ne jemi pro heqjes mandat, nuk du as një sekund nuk du, jo minut, pa as një sekund nuk du. Dhe të alenin topin Partisë Socialiste. Dhe dilë të Partisë Socialiste, përsa e të thoshe, bëtë deklaratën e vetë. Po, kur ti si opozit fillon edhe thu, mund duhem 5 ditë, a i thot, duhem 7 ditë, para futemi ke ditë, futemi ke pazare, para ne qyrin ta e pazargji, nuk janë politika. Akshi, duhet ta kuptoj çdo njeri, është siguria kombëtare, është çdo gjë që ka njeriu është ka akshi. Ndash me pronën, ndash me hipotekën, ndash me çdo gjë, ke numri pasaportë se numri i personalit, morroka, gjitha janë aty. Dhe si është e mundme? Me këtë lloj qeverie që ka këto lloj skandale, opozita nuk e di, nuk do ta akuzojnë gjumin e notës. Po çuditërisht, jemi në fjetje. Jemi në fjetë, total. Sepse dhe brenda asaj opozite, dhe ajo opozite është kapur nga Soros. Më them edhe prapë kam për ta thënë. Po nuk pastru Soros që Shqipëri nuk bëhet asgjë. Dhe po krijuam atë parti, kur e krijuam kemi krijuar për partitë djathtë, kemi krijuar për partitë qendrës. Nuk e kemi krijuar për partitë qendrës. Nuk kemi ne pjesë e CDI-s. CDI-s është partia e qendrës, ikën majtas.
Nuk është fitore KCDI-ja. Fitore është aty ku janë republikanët, ku janë konservatorët e Anglisë, ku janë konservatorët e Kanadas. UCD-ja, ajo është i dohuja, ajo është e djathtë. Po jo këtë tjerë, që i vejnë emër. Zotë Merkoçi, dhe e pyetje e fundit, si mendoni, ka një lëvizje brenda Partisë Socialiste me deputet caktuar, të cilët po e shohin tashmë se çfarë skandalesh kanë shpërthyer në mazhorancën e kryeministit Edi Rama dhe në një moment mund t'i thonë mjaft më dhe të largohet nga drejtimi i qeverisë? Ata nuk mund t'i thonë Ramës të largohet nga qeveria e para. Gjëja e dytë është se ata në sjelljen, Rama ka frikë ta sjellë heqjen e mandatit të imunitetit të Belinda Ballukut në parlament për një arsye të thjeshtë, sepse ai e di shumë mirë që nuk i ka votat. Nuk i ka votat sepse ka dhe një problem që heqja e imunitetit është me votim të hapur, nuk është me votim të fshehtë. Dhe aty do jetë gjithë trupi diplomatik, aty do jetë edhe profesuesja e ambasadës amerikane. Por që nuk besoj, aty do të me mi për mi janë edhe spaku dhe nuk besoj se do guxoj të ngrenë kartonin kundër heqjes imunitetit. Dhe këtu do jetë pastaj ajo ndarja e shtapit me shiqerin, por atë siç u thash edhe më parë që grupi i Revelies i cili është grup më vete dhe ka filluar përçarja brenda partisë, lufta brenda partisë është e dukshme tashmë, kush nuk e shef është punë tjetër, po unë e shoh të dukshme tash, qoftë edhe në festa, qoftë edhe në takime, qoftë edhe në gjëra që bëhen. Fatmir Xhaku për shembull nuk del, nuk është prononcuar fare, megjithëse ka qenë ministër, kryetari i komisionit, kryetari i reformës, nuk është prononcuar fare për sa i përket çështjes Ballukut, nuk ka thënë as për imunitetin, as për gjë. Çuçi që ka bërë atë lloj deklarate që thanë ne sa të vi imuniteti për çdo njeri kur i hoq Berishës, kushdo që të vita ne do t'i japim spakut, sot ma një qëndrim tjetër. Por ajo që është pjesa që thash, ky i trishton me dosit që ka, me afera që kanë bërë, se janë përlyer gjithta në një mënyrë, në një tjetër janë gjithë përlyer, dhe ky me këtë lloj afere që kanë këta, ky do mundohet ti shantazhoj këta, ti bëj presion. Por tek e fundit nëse do kaloj në parlament, unë nuk gjykoj se nuk do deputetët nuk do ta marrin dot përsipër kartonin e kuq për mos me e leju Belinda Balluku për t'i heqë imunitetin. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.